Nuk e di a ja keni vënë mendën, shpeshherë në përditshmërinë tonë i bëjmë disa gabime, të cilat na ikun ndonjëherë edhe pa i dhënë vëmendje, po që mund të jenë gabime me pasoja goxha të mëdha në familjet tona. Gabimi i parë është atëherë kur ne i vlerësojmë më tepër njerëzit e huaj se sa njerëzit e afërt, se sa njerëzit e tonë, të cilët jetojnë me ne. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, më i miri ndër ju është më i miri me familjen e tij. Unë jam më i miri me familjen time. Kjo thënie profetike, përveç që na kujton se është jashtëzakonisht e rëndësishme me i vlerësu njerëzit e afërt që janë pasuni për ne, të shpërfaq edhe një realitet shumë të rëndësishëm të jetës, sinqeriteti në sjellje. Me të vërtet, njerëzit mund të aktrojnë në kuptim të sjelljeve më të huajt, por njeriu nuk mund të aktrojë me njerëzit e afërt, sepse gjithë jetën e ka me ta. Prandaj, ai që sjellet mirë me të afërtit, mes tjerash tregon që është shumë njeri i sinqert. Gabimi numër 2, i cili mund të na kaloj pa vrejt, është momenti kur ju thurim lavdata, kur i lavdrojmë deri në qiell njerëzit e huaj për një shërbim sa do të vogël që na bëjnë, e nuk i falenderojmë njerëzit e afërt, të cilët na shërbejnë dhe na ndihmojnë gjatë gjithë kohës. Muhamedi alayhis salam ka thënë, nuk e falenderon Zotin ai i cili nuk i falenderon njerëzit, sepse Zoti i Madhreshëm kur na dhuron të mira në këtë botë, ato të mira shpeshherë na i dhuron nëpërmjet njerëzve. Dhe Zoti është aq i drejtë, saqë kur na kërkon me falendëru atë, na kërkon me falendëru edhe njerëzit përmes të cilëve Zoti na ka dhënë shumë të mira. Prandaj, është jashtëzakonisht e rëndësishme me qenë njëri falendërues. Dhe këtë falendërim, domethënë me bë pjesë të sjelljes së kulturës ditore. Edhe fëmijëve, edhe bashkëshortes, edhe vllavët, edhe mikut, vazhdimisht më u thon faleminderit edhe për çato shërbime ditore që mundën me qenë shumë thjeshta. Gabimi i tretë është gabimi kur ne i kushtojmë shumë vëmendje dhe kujdes vendeve në të cilat i presim musafirët. Ato mundohemi t'i mbajmë të pastërta, sepse aty do të presim musafir. Njëkohësisht edhe ushqimin e përgatisim dhe e zbukurojmë maksimum për musafir. Ndërkohë që vendi ku jetojmë me familje, shpeshherë nuk i kushtojmë as pak vëmendje. Edhe përgatitjes dhe zbukurimit të sofrës zakonisht nuk i kushtojmë vëmendje kur jemi me familje, dhe ky është një gabim shumë i madh. Krejt në rregull